Kosovës. Unë e thash edhe pak më herët, këto lëvizjet e fundit Lidhjes Demokratike praktikisht kanë dhënë një dritë jeshile, kanë dhënë një fije shprehëse, një dritë në fund të tunelit që të ecet matutje. Dhe në këtë drejtim mendoj që nuk ka alternativë. Kjo e bën të pakuptueshme stagnimin ose blokadën e lëvizjes vetëvendosje për mos me procedu me konstituimin e kuvendit. Fundja fundit nëse ne konstituojmë kuvendin, po formojmë edhe qeverin, praktikisht e shtojmë presionin edhe tek partitë opozitare që të bëjnë pjesë e procesit. Fundja fundit nuk është fundi botës edhe nëse shkojmë prapë në zgjedhje. Unë e di që nuk është e mirë, është krejtësisht negative tjera, por nëse nuk kemi alternativë, ne duhet prapë shkojmë në zgjedhje. Por se ajo që nuk i duhet vendit është blokada, sepse ne po vendumrojmë. Por edhe zgjedhjet do të siguroni një zgjidhje? Jo. Mbase jo, sepse do përsëritej situata. Zgjedhjet do të provonin me e sjell në tryez, në sipërfaqe, vetdijen politike të subjekteve politike në Kosovë. Sepse, prapë po e them, ne mund të shkojmë në disa cikle, në të parin, të dytin, të tretin zgjedhore. Në fund të ditës duhet të ulemi, sepse Kosova është vend i vogël dhe unë nuk e besoj që do të shkojmë ose do të kemi në një situatë kur një subjekt politik do të fiton të zgjedhjet në numra dhe në format të tillë që do të ishte në gjendje vetvetiu të krijon të gjitha institucionet. Kjo është e pamundur. Praktika tregon që nga pas lufta këndej ka qenë e pamundur dhe janë shumë i bindur që nuk do të ndodhë asë në të ardhmen. Profesor, në gjithë këtë periudhë sa Kosova është ballafaquar me këtë krizë politike, ka pasur edhe thirrje